Në kuadrët të zhvillimit dhe nisjes së çelës së fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të majit, të 11 majit, sot kemi të ftuar një tjetër kandidat, një koalicion, i cili vjen nga Djathtas për Zhvillim dhe është avokat Artan Murrizi. Përshëndetje zoti Murrizi dhe faleminderit që keni zgjedhur për të kaluar disa minuta me dëgjues të Radio Lushnjës. Përshëndetje dhe faleminderit zoti Brykbashki, edhe përshëndetje edhe të dëgjuesve tuaj. Zoti Murrizi, si e gjen aleancën tuaj ky fillim fushate? Zyrtarisht është qelur dje, por pavarësisht kësaj ka kohë që ka nisur dhe ka ndezur motorë për subjektet politike. Në thënë të drejtën, fushata nga subjekti ynë nuk është një fushat e barabartë të themi me subjektet të tjera. Ndoshta kjo vlen edhe për subjektet të tjera të reja që janë fushat tashmë. E them këtë sepse ne jemi partia Djathtas jemi në 12 dhe edhe partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar kemi kryer një koalicion. E publiku është njohur me emrin koalicioni Djathtas për Zhvillim. Dhe nga shtatori kur është lançuar në publik, ne kemi bërë ato organizimet tona sa mundemi si subjekti i politik. Dhe paralel me këtë kemi ecur edhe me fushatën zgjedhore që ishte e pritshme që në fillimet e organizimit tonë. Tashmë jemi në fushat, jemi gati një muaj nga dita e zgjedhjeve, zyrtarisht çelet sot. Por organizim ne kemi disa kohë që kemi filluar dhe kushtet tona me subjektet tjera nuk janë të barabarta, sidomos me partinë të shtetit. Ku konsiston ky diferenci ju përmendi? Konkretisht. Ja, këtë do të kujtoja. Ka për disa muaj që e gjithë administrata është në shërbim të fushatës elektorale të Partisë Socialiste. E gjithë kupola e qeverisë blendet në qarkun e Fierit, ku siç dihet drejtuesja e fushatës e Partisë Socialiste është zëvendës kryeministri i Kuvendit. Dhe në qarkun e Fierit ka disa ministra që janë për disa muaj në fushat, ka disa drejtorë të rëndësishëm të institucioneve qendrore që janë në fushat, ka zëvendës ministre që janë në fushat. Pra, me gjithë këtë makinë të madhe shtetërore, ne në kushtet tona modeste po përpiqemi që të bëjmë një fushat model, duke komunikuar me qytetarët dhe duke parashtruar atë programin tonë. Ku konsiston programi juaj, zoti Murrizi? Çfarë i mëshoni në këto zgjedhje dhe çfarë do të ndryshoni ju nëse do të jeni pjesë e qeverisë ardhshme? Ne nuk pretendojmë që të bëjmë qeverinë. Ne nuk pretendojmë që do të marrim pushtetin. Po mund të jeni pjesë e një koalicioni. Pretendimet tona janë të tilla që për pika minimale të programit tonë të bëjmë ç'është e mundur që ato të realizohen. Publiku është njohur me shumë prej pikave të programit dhe unë mund të thosha që ky program prek disa shtresat shoqërisë, disa fushat ekonomisë, por nëse do të referohemi te bujqësia konkretisht, me qenë se edhe qarku ynë është më i prekur nga mungesa e mbështetjes së shtetit për bujqësinë, do thosha që në programin tonë është parashikuar, po e them, një bankë e posaçme e krijuar investimesh vetëm për bujqësinë, ku bujqit, fermerët, të mos shkojnë me testa partie për të marrë një subvencion për investimin sezonal që kanë, apo dhe vjetor që kanë, apo dhe shumë vjetor që kanë sipas rastit të investimit, por t'i drejtohen kësaj banke pa test partie
të bëjnë atë planin e biznesit, t'ia paraqesin bankës dhe me kushte minimale të burokracive permeri të tërheq një sasi të investimit apo gjithë sasinë e investimit të shprehur në vlera monetare dhe të investoj. Dhe nuk ka nevojë që me testën e pastrisë të shkosh në institucionet e shtetit me plot burokracira për të tërhequr 100.000 lekë naftë i është qytur si subvencion apo dhe subvencione tjera minimale që një pjesë e qytetarëve edhe kanë përfituar, po shumica nuk e ka përfituar për shkak burokracive dhe më së shumti për shkak që e thënë nga qytetarët, nga fermerët që kemi takuar, vetëm për shkak që politike nuk kanë arritur dot të marrin asnjë lek subvencion. Pra ju po thoni zoti Murrizi që komuniteti ose kategoria e votuesve që ju shpresoni dhe pretendoni të merrni vota do të jenë kryesisht fermerët buqit. Apo ka dhe kategori të tjera ku ju kërkoni votin tuaj? Të tjera sigurisht don ashtu si dhe vetë programi thashë i ka përfshirë gjitha shtresat e gjitha kategoritë, edhe të gjitha fushat. Ka dhe kategori tjera të shoqërisë ku ne presim që të na mbështesin, ku do të thosha janë edhe pensionistët, janë edhe të rinj, ku me programe të posaçme të mos mendojnë pas përfundimit të studimeve apo shkollës së mesme të kenë mendje për të larguar nga Shqipëria, por mund ta gjejnë veten në këtë vend që është i begat dhe mundësitë janë pafund që të investohet në Shqipëri dhe ata të jetojnë në Shqipëri. Sot kemi vetëm një prezantim të thjeshtë të gjithë subjekteve politike që janë pjesë e garës dhe pyetja e fundit për juve është cili është mesazhi që do të jepni në këtë fillim fushate për të gjithë ata që ju mendoni se mund të bëhen votuesit tuaj? Mesazhet janë të japim çdo ditë. Mesazhi për votuesit do ishte që boll më 12 vjet me Edi Ramën. Nuk ke çaj bën më opozitë Edi Ramës, sepse ne e dëgjojmë opozitën nga vetë votuesit që për të mos e votuar dhe për të mos e mbështetur këtë qeveri. Janë pafund, nuk mbarojnë ti numërosh, janë çdo ditë që ka vend. Por unë do thosha, në gjitha rrethanat Partinë Socialiste mos e lejoni që të jetë më në qeveri. Sigurisht që do doja që votuesit në mbështesin ne. Dhe ne i ftojmë me kapacitetet që janë prezantuar para tyre për t'i përfaqësuar, me programin dhe me gjithçka që i ofrohet votuesit gjatë kësaj fushate. Por edhe nëse në një moment nuk ngjisin tek votuesit, një pjesë e tyre, unë do t'i sugjeroja dhe do thoja mos të votoni këtë qeveri për të vazhduar këtë histori të 12 vjeçare, korrupsioni, vjedhje dhe nga ana tjetër largime të rive, por dhe shtresave të tjera edhe moshave të tjera për pasigurinë që ekziston. Faleminderit zoti Murrizi dhe uroj një fushat të mbar ju dhe subjektit tuaj dhe së bashku me të koalicionit. Shpresoj që kjo fushat të jetë sa më e qetë deri në fund të saj. Të nderuar dëgjues, ndërpresim lidhjen këtu me zotin Artan Murrizi, avokat, përfaqësues i koalicionit Djathtas për Zhvillim me drejtues zotin Dashamir Shej.